Shumë nderuar familje Thaqi, e dashur në nahyr, të nderuar qytetar të Skenderajt, Drenicës se anën banë Kosovës, e nderuar kryetari Kuvendit të Republikës Shqipërisë, zonja Spiropali, zonja Rama, zoti Balla, zoti Ruqi, i nderuar kryetari komunës, zoti Nura, nënkryetar Lushtaku, zoti Bedri Hamza, kryetar të komunave, zyrtar të nivelit qendror dhe nivelit lokal, deputet të Kuvendit Republikës Kosovës, dhutësonja dhe zotri. Babalart janë arkitektët e padukshëm të fatëve tona. Ata janë shtyllat mbi cilat ndërtojmë ëndrat tona, rojet e heshtura që mbajnë mbi supe barën e së ardhmës sonë. Prandaj kur një baba largohet nga kjo botë, ai nuk e lë pas thjesht një familje në zi, ai lë pas një trashëgimi, një testament të karakterit tij, të skalitur në jetën atyre që ai ka rritur, në vlerat që ai ka ngulitur, në vizionin që ka transmetuar. Me ndarjen nga jeta të Haxhi Thaqit, ne nuk vajtojmë vetëm një baba. Ne nderojmë një figurë që mishroi sakrificën, mësimet e cilës formsuan historinë dhe ishin busulla e moralit që krijoi një lider historik si Hashim Thaqi. Në një bisedë me birin e tij, Hashim Thaqin, pas një aksioni të vitit 1992, Haxhi Thaqi tha fjalë që sot qëndrojnë si një parim udhëzues për gjithë ata që kuptojnë peshën e përgjithësisë dhe çmimin e lirisë. Me një mençuri të gdhendur nga përvoja e tradita, ai kishte thënë të birit: "Biri im, e di që je futur thellë në punë të rënda, po ki kujdes për veten edhe më shumë për shokët e tu. Për Serbinë mos u mërzit, veç mos u korrit." Këto nuk janë thjesht fjalët e një babai, po jehona e brezave të tërë të baballarëve shqiptar, cilët e dinin se jeta nuk jetohet për veten, po për një qëllim më të lartë. Haxhi Thaqi nuk rriti vetëm një djalë, ai formsoi një udhëhec, një çlirimtar, një njeri që do të qëndronte në ballë të luftës për lirinë e Kosovës dhe vendit e qytetarëve tonë. Vlerat e tij, mësimet e tij, diniteti i tij i heshtur, këto janë forcat e padukshme që udhëheqën Hashim Thaqin të bëhin një shtyllë e historisë tonë kombëtare. Kosova u beku me një udhëhec, sepse fillimisht u bekua me një baba që besonte në detyrën e shenjtë të shërbimit ndaj popullit të tij. Prandaj edhe sot, nga kjo mbledhje komemorative, ku padrejtësisht dhe fatkeqësisht mungon Hashim Thaqi, ne përcjellim ngushëllimet dhe përshëndetjet më të sinqerta atij, duke i thënë: "President, ashtu si dhe populli i Kosovës, babai yt ishte krenar me ty gjithmonë." Të dashur të pranishëm, historia e Bacës Haxhi është historia e shumë baballarëve në Kosovë, të cilët përmes dekadave të shtypjes dhe të vështirësive ushqyen tek fëmijët e tyre një shpirt pathyeshëm. Është historia e tyre që me asgjë tjetër veç vendosmërisë i mësuan bijtë dhe bijat e tyre se diniteti nuk dorëzohet kurrë, se shpresa nuk shuhet kurrë dhe se liria është trashëgimia më e çmuar. Pavarësia jonë, shteti ynë, vetë kombi ynë qëndron sot mbi themelet e palkundura të ndërtuara nga burrat si Baca Haxhi, nga baballarët që udhëzuan pa kërkuar, që sakrifikuan pa hezituar, që deshtën pa kushte. Largimi nga jeta i Haxhi Thaqit lë një zbrasti të madhe, por gjithashtu lë pas një mësim të përjetshëm. Se arritja më e madhe e një babai nuk është suksesi i tij personal, por forca, karakteri dhe trashëgimia që ai lë tek fëmijët e tij. Dhe si një testament i fundit i dashurisë prindrore, Baca Haxhi la pas një mesazh të pashkruar në ditët e fundit të jetës së tij. Ai priti me durim dhe forcë, derisa i biri të mrrinte pranë tij. Sepse një baba nuk largohet kurrë nga kjo botë pa i dhënë lamtumirën e fundit djalit tij. Prandaj sot le ta nderojmë atë jo vetëm me fjalë, por me vepra. Le të përpiqemi të mëshirojmë vlerat për cilat ai qëndroi, le të shohim përpara trashëgiminë e tij, duke siguruar që shteti për cilin ai dhe shumë të tjerë sakrifikuan, të vazhdoj të ngritet më i fortë dhe më i bashkuar.
ngushëllime familjes Thaçi, po ngushëllime të gjithëve. Baza Haxhi u pret në paqe. Ju falemnderit. Ftoj tani Zotrin Bedri Hamza, kandidatin për kryeministër të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike për një fjalë rasti.